boshtit tani. Atëherë kemi një byrek në role. Di që po duhet kosi. Po. Qumësht kos. E kuptoj. Unë e çoj gjatë, e kuptoj. Pra më duhet qumshti, kosi, djathi. Dhe shumë mirë, ju e dini se ku I gjeni. Erzeni patjetër na ofron edhe këtë gotën ekonomike që e marrim me vete në punë, fëmijëve, në shtëpi, janë paketime familjare ekonomike me gramatuma të ndryshme. Se jo dhe e përdori përgatim ku na duhet pak kohë dhe jo për të hapur paketimin e madh të Erzenit. I shohim mirë produktet e baklasarës. Baklasar. Çan këto emra të veçanta, të hershme të gatimit. Ka vënë populli sipas nevojave. Baklasar ose byrek role me djath, për të cilën na duhet një pak opeta të gatshme, 2 kokra vezë, 1 gotë kos, 1 gotë qumësht, 100 ml vaj ose gjalp I shkërir, 200 apo 300 gram djath I bardhë, ose I përzier me pak spinaq, mund të shtoni bim aromatike, jeshile, kripa sigurisht për të rregulluar shijen. Kjo është lista e produkteve të baklasarës role me djath. E keni dëgjuar apo jo ndonjëherë këtë recetë? Baklasarëm. I bie është turke. Portokalopita është baklasarëm. Jemi nga Turqia tani me këtë recetë. Sepse shija nuk ka kufi. Më na ëmbëlsove dhe na mbetën mendjen të llokumet e djeshme. Na kanë shkruar, po mund t'i hedhim trëndafila, limon, gjitha I kemi. Çfarë të doni? Fistik, arra, çfarë të doni ju? Edhe. U kënaqëm. Tani, e lëm dhe pak të zjej, ndërkohë që Albana përgatit edhe petët për baklasarëm. Kalojmë tani tek gatimi. Si po zjen ato qoftet, I kemi mirë në kekun? Kemi në rregull. Për gjithë skeptikët që mund mendonin që po ja orizi kur të zjej do të shkëputet nga qoftet, nuk do të qëndroj aty, ja tek kemi pamjen që qëndrojnë aty ngjitur me qoftet. Pra është mënyrë krejt ndryshe dhe e veçantë. Po e vendos kapakun sepse avujt ndihmojnë për të vazhduar procesi I zjerjes. Ndërkohë, ca shirita kështu për baklasarëm, ke përgatitur mbushjen aty. Çfarë ke shtuar tek tasi? Thjesht, vezët, qumësht. Vetëm do bëj një spërkatje. Desha të vija gjalp, por në momentin e fundit thash jo gjalp, sepse nuk dua ta ngarkoj shumë dhe vendosa vajin. Patjetër ju në shtëpi për shembull nuk ndryshoni mendje? Dhe shikoni kush është më e duhura? Se mos vetëm një herë. Pra, bëjmë të prerjen. E pe kekun që është bërë gati? Po keku që nkërka... Apo të shkon dhe me një kafe, një copë kek me portokall edhe një kafe mokador në ekspresin ton, kështu që jemi gati që ta shijojmë. Se shumë mirë do të shkonte për mëngjes dhe e shoqëron patjetër ëmbël mëngjesin ton. Dje e shoqëruam kafen me llokume, sot me pak kek, sa I mirë që ka bërë. E provove me një stikadent, besoj, për të sa konfirmuar që është... Tregon vetë ngjyra. Ngjyra po është shumë e bukur. Edhe... Dhe ja. Me një stikadent bëjmë provën nëse është pjekur apo jo, nëse ka apo jo brum dhe nuk ka. Kështu që pjekja është bërë e duhur dhe kemi lënë aty që të kulloj paksa. Për ta parë më pas në rrjetet tona sociale, në kanalin ton në YouTube, Reze Dielli. Vëmendje tani për baklasarëm, role me djath. Kemi përgatitur një mas për të njomur këto petët e gatshme, të cilat I kemi prerë në shirita të gjatë dhe në këtë gjerësi që po I shihni. Kam ty e nga 2 petët, ha? Ne tani jemi gjithë sy e vesh për parë se si do ta... Djathi është, nuk është në brëndësi, nuk ka problem. Shija më duhet. Djathin e ketë grimcuar në copë të vogla. I vendosim direkt në... E gjitha kjo këtu. Në
më tepsi. Do të kaloj e tillë. E gjithë kjo masë kur të piqet, do spërkatet, po do mbushet mirë me kos, pjesa e sipërme. Pra do vendosen të gjitha këto petët role në tepsi dhe sipër tyre do të shtohet kosi. Gëshërën e keni ki? Aty? Do të jetë thjeshtari, jo? Pak sot, një bën shumë mirë. Këtu, bën atë reakcionin, ndoshta me... Sa, një majluge, besoj? Pa. Pra, çdo cep. Një majluge, i shtojmë këtu te zjerja, ku kemi shtuar vaj, djath edhe kos. Pra në copëza të vogla djathit dhe vezën, pa dyshim. Ja, filloj dhe dhe kështu filloj me radhë. Po, për të mbushur tepsin, por si që thamë, nëse jeni duke menduar të njëjtën gjë si unë, që nëse këto role do vendosen në këmbë, atëherë gjithë masa që lyeu Albana do të kulloj, ne do t'i mbulojmë përsëri me kos, edhe me masën që kemi përgatitur dhe që po lyen, pra vezë, kos edhe djath, sigurisht edhe sasinë e vajt, dhe në këto palosjet do të depërtoj sasia e kosit, kështu që edhe do të ruhet butësia, do të piqen dhe do të kemi një shije të veçantë. Kalojmë tek fleta e dytë e petëve të gatshme, sepse do të jenë shirita të tillë të njëjtë, me gjerësi të njëjtë, në mënyrë që të vendosen njëra mbi tjetrën. 2 petë janë në banak. Duke i prerë këto shirita, i lyejmë me këtë përzierjen, siç e thash, vezë, kos, djath edhe vaj. Nëse doni ndonjë arome ekstra mund t'i shtojmë. Mund të shtoni bimët aromatike, mund të shtoni spinaqin, që doni ju. Atëherë. Me furçën përsëri. Ndaj dhe djathi duhet patjetër siç e kemi shtuar, në shije, të vogla, që të aq sa mund të marrë edhe furça. Megjithatë, pjesa tjetër, siç e thamë dhe ritheksojmë përsëri, do të shtohet nga sipër këtyre roleve të mbështjella me këto petëzat e holla. Ka marrë këtë ngjyrën e artë, siç e ka marrë keku. Shtoj këtu. Duan pak më tepër kohë, të paktën ky gatimi i baklasarëm, për ta gatuar, pse jo, në fundjavë ku edhe kemi më tepër kohë në dispozicion për të kushtuar vëmendje këtyre recetave. Dihet që fundjavat janë ato që na bëjnë ose të gatuajmë ose të mos gatuajmë fare dhe dalim jashtë. Të do zgjedhim. Edhe një të bëhet aty. Ne edhe kur ham lodhemi, jo më pastaj për të arritur diçka të këndshme. Pastaj do kalojmë tek pikpyetja e madhe, që në ditët e sotme çfarë po bëjmë? Po ham apo ushqehemi më së shumti? Edhe një pjatë. Pra kur duam të zgjedhim disa. Të bardhë, Niki? Po, të thellë. Për gjellën. Po. Ato pjatët e bardha që kemi ne me. Bëhemi gati që të servirim gjellën e tiganit. Ja, të marr një të bardhë që të theksohet më mirë ngjyra. Djetë minuta, deri në 12 minuta ishte koha e zgjerrjes së orizit basmati, pak më tepër edhe për mishin, pjesa tjetër pastaj e qepës edhe karotës, sepse ishin të kaurdisura më përpara. Janë 4 mbaruar. Ja ta provojmë njërë me 2 të tjera. Po, bëjmë sa të marrë dhe unë. 2 petë të tjera të holla. Janë 4. Tani në mbeti baklasarmë. Po. Ja, dhe lujem dhe mund të provojmë që tek
reshti tjetër të shtojmë edhe bimë aromatike. Bimë aromatike, mund të bëjmë me mish të grirë, mish të grirë mund të ketë edhe delajthi fistik brenda, si të duam ne. Ja, mund të bëjmë në këtë formë, jeti pësa gjethëza këtu, gjethe koperi, sepse koperi shkon dhe ngjitet më mirë tek brumi, se është gjethe më e hollë. Një lëvizje e shpejt duarsh, në minutin e fundit që kemi besoj, sepse... është minuti fundit, vërtet. Do ta vendosim për të pjekur. Për para se të vendosit për të pjekur, të sqarojmë avisat që masa nuk do të na ngelet në... Jo, s'jam gjitha të petë. Përveç kësaj do t'i shtojmë edhe sasin si për petë, do t'i njomim, që të mbushen mirë tek ndarjet me njëra tjetrën të këtyre petëve, mu t'i njom larg, por